Dashur motra dhe vlezër, i nderuar zoti kryeministër, mirë se erdhen Poliçan. Rall, po me shumë mall. Them rall fizikisht, sepse Edi Ramën e kemi për ditë në punët, në investimet tona, në përkujdesin e tij për Poliçanin. E kemi një infrastrukturën arsimore, ku shkollat tona janë më të bukura, më të mira, dhe nxënësit kanë kushte më të mira, duke filluar nga fushat e volejbollit, basketbollit dhe kalçetot. Tani vazhdoj me infrastrukturën e shëndetësisë, kur kryeministri bëri vizitën e tij dhe bëri spitalin e ri, pas këmbën e mbarë dhe sot se ne të presim si babagjyshi vitit të ri. Të edhi sytë edhe nga hyrja e qytetit, se gjithmonë që vjen me dhurata dhe me investime, për të vazhduar në fushën e bujqësisë, që gjithë rruga automobilistike, Berat, Poliçan, është të lisur aq bukur nga subvencionet e qeverisë shqiptare, nga serat, nga bujtinat e bukura të Nurellarit edhe të Pupës, duke vazhduar me infrastrukturën rrugore të Malit të Morit, me rrugën e ndëruar të komunitetit Terpan, Berat, Ballaban, dhe duke vazhduar me investimet e tjera. Ajo që është thembra e kilit për qytetin ton, kryeministri e premtoi këtu dhe e bëri realitet, se kemi sloganin u tha u bë, është pagesa e ish punojësve të kombinatit, që sot 1500 punojës paguen nga fondet e qeverisë. Unë do të vazhdoja pa fund duke rendit investimet, sepse ne i besuam Edi Ramës që në kryet e herës kur ishte në opozit, i besuam vizionit ti, punës ti, dhe ai na shpërbleu. Ne ka shpërblyer me investime, me përkushtimin e ti dhe duke kanë mbajtur dhe bashki. Besoj se dhe Poliçani e ka shpërblyer duke qenë i pari në kryet klasifikimit, gjithmonë për Partinë Socialiste, besoj dhe në datën 11 maj. Ne jo vetëm që kemi numrin 5, po na Poliçani nuk dalim pa 5 mandate. Po ja fjalën kapitenit skuadrës son, zotit Ervin Demo. Faleminderit kryeministër për gjithçka që keni bërë dhe do të bëni të ardhmen. Faleminderit Adriatik. Në fakt është gjithmonë kënaqësi kur ne vim në Poliçan, sepse është absolutisht e vërtet ajo që tha Tiku pak më përpara, që kjo zonë është transformuar dhe kjo është e padiskutueshme. Patjetër që ne kemi shumë gjëra për të bërë dhe patjetër që ky ekip, i cili tashmë është sot përballë jush, për të qenë pranë jush, dhe në fakt 11 maj të filloi një rrugtim të ri për sa i përket adresimit të atyre problemeve që kanë ngelur. Dhe patjetër ne këtu kemi lajme të jashtëzakonshme, siç është rruga e Ballabanit, për gjithë ato fshatra, të cilët tashmë janë zgjidhur. Por patjetër do të kemi vëmendje të veçantë edhe për fshatra si Tomori i Madh apo i Vogël apo Drenova. Prandaj Lybesha e tjerë me radhë. Prandaj ne besoj shumë që së bashku me këtë skuadër të konsoliduar ne kemi doktoreshën Enriketën, e cila është në listën për deputetë, është në listën e mbyllur deputetëve, dhe patjetër kemi dhe Hysem Buzalin, që ju keni shumë lidhje në këtë zonë, dhe unë jam i bindur që në 11 maj qarku Berat në fakt do të japi rezultat historik për Partinë Socialiste. Ne ishim pak më parë në skrapar, dhe vota e majt në këto zgjedhje në fakt do të krijojë një shtrat të ri për zemrat që rajnë për Partinë Socialiste. Dhe unë jam i bindur që ky cikël i ri politik në qark do të jetë një cikël i cili do të tregojë fare mirë që dekadën e ardhshme ato që do të vinë politikisht dhe mbi të gjitha për ndryshimin e qarkut vinë vetëm me kryeministrin Edi Ramën. Fjalën ka kryeministri.
Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Jam shumë mirënjohës për mikpritjen, për entuziazmin, edhe për sa shumë jeni në numër këtu në këtë qytet të vogël por me zemër të madhe, ku për hir të vërtetës e përmendi dhe kryetari, kemi ardhur qysh kur ishim në opozitë, dhe sot Poliçani është tërësisht i transformuar, fal punës madhe që ka bërë kryetari i bashkisë, ne kemi mbështetur sa kemi mundur. Ka pasur një mbështetje veçantë edhe nga Ervini, megjithëse Ervini kryetar bashkie në Berat, por asnjëherë nuk e ka ndarë Beratin nga Poliçani, kjo është e vërteta. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë edhe për një gjë tjetër, që fal këtyre ndryshimeve kanë filluar të hapen agroturizma. Ju keni dy nga shembujt më të shkëlqyer të sektorit të ri të vreshtarisë, dhe po ashtu kërkesat tjera janë në vijim. Ajo që është e rëndësishme, ajo që është e rëndësishme është që ne tani më në mandatin e 4 kemi përcaktuar si pjesë të planit ton për infrastrukturën edhe rrugën e re Berat-Poliçan-Skrapar. Dhe rruga e re Berat-Poliçan-Skrapar do t'jetë një rrugë e cila do ta ngushtojë shumë distancën, do të rrisë shumë shpejtësinë e lidhjes suaj me jo vetëm Beratin, por dhe me Tiranën, dhe ndërkohë në anën tjetër do të lidh Skraparin me Përmetin, dhe kështu do krijohet një unaz shumë e bukur që do të sjellë shumë më tepër investime dhe shumë më tepër turizëm. Agroturizmi këtu ka filluar, siç thash, t'i japi shenja dhe veta domethënëse, dhe po shikoni me kryetarin e disa të dhëna, kanë filluar të kthehen njerëz që investojnë dhe do të kthehen ende më tepër, jam i sigurt, edhe fal aksesit që do krijohet përmes rrugës së re. Por përtej investimeve që ne do të vazhdojmë, përtej punëve që do të vazhdojmë, më vjen shumë mirë që kemi zgjidhur edhe çështjen e sociale të 1500 njerëzve këtu në Poliçan që ishin kontributor të industrisë ushtarake, dhe nuk e di sa ju ka informuar kryetari, por jemi duke punuar dhe në kuadrin e rilindjes së industrisë ushtarake edhe kombinatin e Poliçanit e kemi pjesë të planeve tona. Jemi duke diskutuar me disa palë të interesuara dhe shpresoj dhe besoj që së shpejti do të kemi edhe rezultate nga ato diskutime, pasi duam që ta rihapim kombinatin në kushtet kur, siç e shihni, gjithë Europa është e mobilizuar për të krijuar më shumë pika prodhimi të industrisë ushtarake, dhe ne e kemi filluar tani më këtë proces. Por ajo për cilën unë dua t'ju them dy fjalë më shumë sot është domethënia e zgjedhjeve të 11 majit. Ne kemi bërë shumë zgjedhje së bashku. Kemi fituar 9. Kjo do t'jetë fitoria e 10. Do t'jetë fitoria e 10. Pas një diskutim për Partinë Socialiste. Siç e pat edhe sondazhisti i Donald Trumpit, i cili është kontraktuar nga një televizion kombëtar shqiptar, na nxori në një avantazh domethënës. Madje besoj që keni parë se po i thosha në Skrapar, po t'jetë puna për politik e për analiza politike, në këtë zonë një të marrësh këtë duash nga
turma këtu ta qosh në studio është 1000 herë më i mirë si analist se sa ata që janë atje. Dhe e pat që kur shikonin ato rezultate, që është opinioni i popullit shqiptar, që shumica dërmuese e popullit shqiptar mendon që ky vend po shkon në drejtimin e dur, rrinin edhe thoshin si ka mundësi. Kjo tregon që ky popull është i smur. Në fakt të smurët janë ata. Populli është me shëndet top edhe me mendjen top. Edhe e di shumë mirë se ku po shkon. Por në 11 maj nuk është thjesht fitoria jon aritmetike që ka rëndësi. Në 11 maj ka rëndësi që shqiptarët të bashkohen sa më shumë. Të bashkohen sa më shumë siç u bashkuan në marsin e vitit 1992, kur masivisht votuan Partinë Demokratike atëherë, jo se të gjithë ishin me Partinë Demokratike, por sepse ishte kohë e dur, ishte vendi i dur dhe ajo ishte vetmja zgjedhje për të ndarë të shkuarën nga e ardhmja. Dhe 11 maj është kohë e dur dhe vendi i dur për t'i dhënë shtysën e fundit sa më të fuqishme antarësimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mos e harroni, motra dhe vëllezër, janë qindra vjet që fati ynë, fati i këtij kombi, fati i këtij vendi është përcaktuar nga profeti i historisë tonë kombëtare Gjergj Kazroti Skënderbeu si fat i lidhur me Europën. Dhe janë qindra vjet përpjekje të një populli që është trajtuar si populli i dorës dytë gjithmonë. Dhe ju e dini shumë mirë edhe në këto vite pas rënies komunizmit dhe daljes shqiptarëve në përbot, se çfarë kanë hequr shqiptarët dhe sa shumë janë përçmuar. Një përçmim të cilit ne kemi filluar të japim fund pasi i kemi imponuar botës që të respektoj Shqipërinë, që të vlerësoj se Shqipëria nuk është një vend që mund të merret nëpër këmbë, as një vend që mund të shikohet nga lart poshtë, dhe ne ju japim respekt dhe marrim respektin që meritojmë, por ama kemi akoma një mision të papërfunduar, që është misioni i shqiptarëve në breza për ta marrë këtë flamur kuqezi dhe për ta vendosur në oborrin e shtëpisë së familjes bashkuar evropiane. Sepse vetëm atëherë, vetëm kur Shqipëria të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian, do marrë fund përfundimisht çdo lloj diferencimi. Do marrë fund ai diferencimi që duket i zakonshëm, se na është bërë zakon, por është krejt i papranueshëm që kur shkojmë të hyjmë në cilin do kufi të Bashkimit Evropian, na nxjerrin mënjan. Edhe fillojnë nga pyetjet. Fillojnë nga pyetjet ku po shkon, kush të ka ftuar, sa lekë ke me vete, a ke hotel të rezervuar, sa do rish, edhe pastaj vjen dhe ajo pyetja e tmerrshme, kur do ikësh? Sepse jemi të huaj. Jemi europian, jemi në mes të Europës, po jemi të huaj. Dhe vetëm antarësimi në Bashkimin Evropian, marrja asaj pasaportës europiane për çdo grua, burr, vajzë, djalë, na bën të barabart, na bën pjesë asaj familje dhe i bën të gjithë këta fëmijë sot europian të barabart me të gjithë bashkëmoshatarët e tyre. Dhe kur ata të shkojnë në shkollë, kur ata të shkojnë në universitet, nuk do trajtohen si student huaj, me tarifa 10 herë më të shtrenjta, por do jenë njësoj si të gjithë studentët e Europës. Po ashtu, ajo pasaporta europiane u jep fund të gjitha problemeve, të gjitha halleve, të gjitha shqetësimeve për dokumenta, për letra, për leje qëndrimi, për leje pune, për pension, njohje pensioni, të gjithë shqiptarëve që janë jashtë kufive. Atyre në Greqi, në radhë parë. Ajo pasaport i çliron përfundimisht nga zinxhirët e burokracive dhe i bën qytetar të barabartë me grekët në Greqi si europian.
Me pasaportën europiane, shqiptarët e Greqisë, shqiptarët e Italisë, shqiptarët e gjithë Europës fitojnë të drejtën edhe të zgjidhen antarë të këshillave të komunave të bashkive me pasaportën shqiptare. S'ka nevojë të kenë pasaportë greke, italiane, sepse thot Bashkimi Evropian, Republika e Shqipërisë. Fitojnë të drejtën të zgjidhen kryetar bashkish dhe komunash. Fitojnë të drejtën të vendosin kandidat për në Parlamentin Evropian shqiptar dhe t'i çojnë atje dhe vetëm për një zgjedhje nuk u mjafton ajo pasaport për të zgjedhur deputet e për të bërë ministra në vendet e tjera. Ju duhet pasaporta e vendeve të tjera normal. E pra, është një ndryshim shumë i madh. Ajo pasaport nuk është një dokument tjetër udhëtimi, është status. Sepse keni dëgjuar janë disa që thonë ç'na duhet ne pasaporta. Ç'na duhet ne pasaporta, ne jemi në Europë. Gabimi madh shumë. Ajo pasaport është status, qytetarie, barazie, të plot, jo vetëm me zakon si europian, por dhe me ligj për shqiptarët, njësoj si për tjerët. Tani, ka edhe një arsye tjetër shumë të fortë për çfarë na duhet Bashkimi Evropian. Dhe pse në 11 maj duhet shkojmë përtej kufive të partive. Duhet shkojmë përtej më pëlqen Edi Rama, më pëlqen Partia Socialiste e nga këto historitë e tjera. Arsyeja është se ne, motra dhe vlezër, kemi hedhur një hap historik si socialist, si progresist, si forcë qeverisëse, dhe besoj ju kujtohet gjithë se tani e përmendin këta të knetave në për televizor, ç'është kjo punë me Edi Ramën, një herë thot timon, një herë thot tepsi, një herë thot dajre, një herë thot. Por juve ju kujtohet mirë, kur unë ju thosha ma jepni timonin, mos më lini të tjerë në prerë, se nuk bëjmë dot reformën drejtësi me këta. Dhe ja ku doli e vërteta, ai timoni ishte një mënyrë e thjesht për t'u marrë vesh, por ishte edhe thelbi i asaj fushate. Siç ishte edhe tepsia, se të tjerë donin pjesën në tepsi, nuk donin të çonin Shqipërinë përpara dhe të bënin reformë drejtësi. Dhe sot, shikoj çfarë thon, edhe ju duket vetja të zgjuar shumë. E kujtojnë se mund ta çorodisin popullin shqiptar kur i thon si mund votoni ju për ata gjysmën e qeverisë kanë burg. Shikoni çfarë mendje. Atëre, këtu është mirë të ndalemi një moment. Të ndalemi një moment për të marrë vesh. Si duhet të ndjehemi ne? Si ndjehem unë, t'ja u them, se këtë e di si ndjehem. Kur duhet të ballafaqohej me faktin, jo gjysma qeverisë, asnjëri në fakt nga qeveria, një pjesë e atyre që kanë qenë në qeveri, në mandatin e parë, apo në dytin, kanë pasur dhe kanë probleme me drejtësinë. Ne, unë personalisht, sot do të ndjehesha keq, do të ndjehesha sikur ju kisha tradhtuar nëse ju mora votën për të bërë reformën në drejtësi, dhe ju kujtohet mirë se çfarë ju kam thënë, na duhet një reformë në drejtësi për ta çliruar drejtësinë nga pushteti politik. Dhe na duhet një drejtësi që shikon drejt dhe që godet majtas dhe djathtas. E kam thënë përpara se sa të ndodhin goditjet këtu. Dhe nëse sot drejtësia do kishte goditur vetëm kundërshtar ose hiç fare, atëherë unë do ndihesha keq me ju. Por sot unë jam shumë kryelart, pikërisht për faktin se ne në këto vite kemi bërë atë
që se ka bërë askush në historinë e shtetit shqiptar që në 1912. Sepse që në 1912, kur lindi shteti shqiptar, shpata e ndëshkimit, e cila në çdo shtet normal, në çdo vend normal, në çdo vend me ligj, ku ka barazi para ligjit, nuk i takon pushtetit politik, i takon drejtësisë, u mor shpata edhe u vu tek zyra e të parit qeverisë. Qoftë mbret, qoftë diktator, qoftë palo president, si që ishte Bufi Knetës atere kur burgosi kryetarin e opozitës, e kishin shpatën e drejtësisë në zyrë, edhe drejtonin nga zyra, se kush duhet dënoj, e kush nuk duhet preke me dorë, apo jo? Ka që vërtet është kjo, sa erdhi puna që nga zyra ku unë jam sot, u vran njerëz, u vran protestus të pafajshëm, dhe vrasësve nuk i ka hyrë akoma asnjë gjë në këmbë. Unë e kam thënë gjithmonë, drejtësia vonon po nuk harron, ama më parë kjo mbete një fjalë boshe, sot nuk është më fjalë boshe sepse drejtësia e ka shpatën. Dhe parafytyroni sepse dua ta dëgjojnë ata që thonë, po çka keni bërë ju, po çka ka ndryshuar këtu, po këtu është më keq. Parafytyroni sikur sot. Sigur sot kur vjen këneta aty poshtë dritares time, unë të dilja të vrisja ca njerëz atje, edhe mos guxonte kush të merrte në pyetje askënd, e pastaj të deklaroja që prokurori i përgjithshëm, a prokurori kryesor është një lavire. Imagjinojeni. Nuk imagjinohet dot. Pse? Sepse nuk është më ajo Shqipëri. Nuk është më Shqipëria e zhytur në kënet, në këmbët e një bufi, por është një Shqipëri që është në pragun e derës Bashkimit Evropian. Është një Shqipëri që për herë të parë po synon barazin para ligjit. Është një Shqipëri ku drejtësia nuk pyet se kush je me kë je, por vjen dhe të merr. Dhe për këtë unë jam shumë krenar. Dhe kur ata thonë, shikoni se këta i ka njerëzit në burg, unë ju them shqiptarve që jo, e vërteta është se ne kemi nxjerr nga burgu drejtësinë. Dhe pse duhet që shqiptarët në 11 maj të votojnë vetëm numrin 5, vetëm Partinë Socialiste, po ja u them unë dhe këtë, pikërisht sepse nëse ne hymë në Bashkimin Evropian, barazia para ligjit është e garantuar për gjithmonë. Në të kundërt, kjo që po ndodh sot, motra dhe vlezër do mbetet si ëndra e një natë vere. Gjëra do kthehen mbrapsht. Shikojeni bufin e Knetës. Në 12 maj thot do shkrijë spakun. S'do bëj dot asgjë. Sepse edhe drejtimin real të Knetës ja mori Ilir Vrenozi djen Korç. Po, e pati Ilir Vrenozin, se më thoshin mua pse Ilir Vrenozi është lideri real. Gjua Ilir Vrenozi është programi real i asaj partije. Pas ju egzaltuan ata fanatikët, qa i tha Ilir Vrenozi? Gjëra që vetëm ata fanatik i vlerësojnë. Që s'kan lidhje fare me asgjë nga ato që predikojnë. Jo familja, jo fëmijët, jo nderi, jo kjo, jo ajo. Ai është nderi i tyre. Ajo salla mbrëm atje, ai është respekti i tyre për shqiptarët, për fëmijët, për gjithë, respekt që kanë treguar kur kanë qenë në pushtet, që kanë vrar shqiptarët pafajshëm jo një herë, po disa herë. Edhe e bëjnë prap pas një problem. Por nuk do a kenë më shansin. Nuk do a kenë më shansin sepse Shqipëria nuk kthehet më kur mbrapa. Shqipëria sot është drejt finishit, si shoh unë fundin e kësaj rruge, Shqipëria shikon sot derën e Bashkimit Evropian.
Dhe prandaj, në 11 maj, duhet të na jepni fuqi. Na jepni fuqi që të bëjmë negociate me Bashkimin Evropian dhe t'i mbyllim brenda 2027-s. Ju thon disa, mo ç'është ky hall me këtë njeri, me mua, domethënë. Me mua e kanë ata. Dihet me këta kënd tjetër. Se midis tyre dhe jush jam unë, prandaj nuk kanë ç'a bëjnë fare ata. Ju thon, po ç'është ky hall i madh? 3 herë, 3 mandate. Tani thot, na duhet edhe një mandat tjetër, i 4-ti, që t'ju fus Bashkimin Evropian. Juve duhet i thoni, po mirë, që nga faji Edi Ramës, që 3 mandate nuk na futi dot Bashkimin Evropian. Tani na shpjegoni pak, po Malizi, që i ka hapur negociatat me Bashkimin Evropian përpara se sa Edi Rama të bëjë kryeministër, pse nuk është në Bashkimin Evropian? Në 2012, po Serbia, që i ka hapur në 2014, kur ne akoma s'kishim marrë as letrën që jemi kandidat, pse nuk është Bashkimin Evropian? Po Maqedonia Veriut që ndroi dhe emër, edhe që e ka marrë letrën në 2005, kur një pjesë e këtyre që janë këtu s'kishin lindur akoma, pse nuk është Bashkimin Evropian? Sepse nuk hyet në Bashkimin Evropian thjesht dhe vetëm se ti je gati. Duhet jenë dhe ata gati. Nuk hyet në Bashkimin Evropian thjesht dhe vetëm se ti je i bindur, duhet jenë dhe ata të bindur. Nuk hyet në Bashkimin Evropian thjesht dhe vetëm se ti do të hysh, duhet të duan dhe ata që të hapin derën. E pra ne ishim delja e zezë kur e morëm Shqipërinë në buzë greminës nga Këneta dhe nga Bufi, që tregon pralla sot. Delja e zezë na dëgjonin me bezdi, gati sa stoni hëmbaro, ti shqiptar, ju shqiptarët, se kështu e ka të ndisi Bufi, se duen kujtuar ca gjëra që para se sa ju të më jepnit mua mbështetjen që të shkoja dhe të nxirja Bufin nga zyra, nuk vinte më njeri të shkelte në Tiranë. S'vinte njeri të shkelte në Tiranë. Ndërkohë që në 16 maj do vi gjithë kontinenti në sheshin Skënderbej. Që nga kryeministri Britanisë Madhe tek presidenti i Turqisë, nga kryeministri Suedisë tek kryeministri i Greqisë, të tërë do zbresin në Tiranë për samitin e madh të Komunitetit Politik Evropian në Tiranë, tek Skënderbeu atje poshtë, në këmbët e kalit. Si ndodhi kjo? Sepse ne bëm gjithçka që t'ishim gati kur ata të hapnin derën. Ata tani e kanë hapur derën dhe na thonë 3 vjet kohë, 3 vjet negociata nuk ka bërë asnjë vend. Ja u thash sa vite kanë tjerë. Kur ne filluam, Serbia ishte atje shumë përpara, Malizi dhe më përpara. Sot ne jemi bashkë me Malezi te pragu i derës. Serbia është brava nesh. Dhe na duhet vota që të bëjmë negociatat, dhe që janë negociatat 250.000 faqe për lloj gjitha llojet e temave. Ekonomia, drejtësia, institucionet e tregu, e konkurenca, biznesi, zojt, peshqit, ujëra, të tëra, rregullat, rregullat e asaj familje. Dhe duhet që mbasi bijem dakord në tryezë me ta të vim në parlament t'i votojmë. Na duhen vota atje. Nuk mund të vim në parlament e të dëgjojmë Bufin me kukumjaçkat e me zhapikët e tij. E para, dhe e dyta, na duhet që në 11 maj, atyre që vinë datë 16, shqiptarët t'i japin një mesazh shumë të qartë. Përtej të majtës dhe djathtës, përtej fuqisë numerike të Partisë Socialiste, përtej atij 71-shit që ato nuk e diskutojnë fare, ti thonë ne populli shqiptar pa dallim duam të hyjmë më në fund në atë shtëpi që është edhe e jona. Nuk duam vendin e dikujt tjetër, duam vendin ton. Atë vend që e ka parapar heroi ynë kombëtar. Atë vend për cilin kanë luftuar rininasit tan, që na kanë lënë me shkrim amanetin.
Dielli i ynë lind andej ka perëndon. Atë vend që e kanë kërkuar edhe gjithë ata që dolën në 90-ën, të pa organizuar, po çfarë thanë? E duam Shqipërinë si gjithë Europa. Ky është momenti. Fati na ka ardhur në dorë. Tani nuk mundet dot ne të luajmë me fatin për partinë e Ilir Vrenosit. Nuk mundet. Ata bën shumë mirë. Ilir Vrenosi bëri shumë mirë që e mori pushtetin në Korçë. Të opozitës. Po s'kemi punë ne me të, edhe me ta. Ne kemi punë me të ardhmen. Ata janë e shkuara. Nuk mund të mbetet Shqipëria në ato lajthitit e bufit, që sa e hap gojen thot në i budallëk, se nuk është më këtu me ne. Ikën, e kthehet prap. Ikën, e kthehet prap. Nuk mundet. Çdo gjë ka një kufi. 2 herë erdhi bufi, një herë në mirëbesim, kur shqiptarët i dhanë votën që shqiptash Partisë Demokratike se fakt po duam për Shqipërinë në Europë, duam Partisë Demokratike, një kemi të rëkurur për qamë ne. Ndodhë ma. Ne tas do shtrojës që s'bune më e pove dheri sa të tajt fare. Nërkohë që Shqipëria do të bëhet e mare sa bëheja. Dhe bëheja do të bëhet sa Shqipëria. Shumë faleminderit.